Këto arsye do t'ju bindin të mos e konsumoni më bananen me stomakun bosh. Shpesh në mëngjes, koha kur na premton se mund të konsumojmë gjithçka me stomakun bosh mund të bëhet një gabim i madh. Është e rëndësishme që të mos bëjmë këtë siç është konsumi i bananes me stomakun bosh. Mirëpo sipas nutricionistëve, çuditërisht banani është një nga ushqimet më të këqija që mund të konsumohet me stomakun bosh. Pavarësisht se përmban kalium, fibra, magnez dhe vitamina, ajo nuk duhet të merret me stomakun bosh, pasi mund të ndikojë në tretjen e stomakut dhe ta rëndojë atë. Bananet përmbajnë shumë sheqer, siç shpreh Dr. Geoffrey Perdessan. Kur sheqeri konsumohet në çfarëdo lloj forme, ai nënshtrohet procesit të fermentimit dhe duke shndruar kështu edhe në një rëndes të madhe të stomakut, duke bllokuar sistemin tretës. Nëse pëlqeni të konsumoni banane në mëngjes, s'keni përse të hiqni dorë prej saj, thjesht shoqërojeni me një ushqim që përmban yndyrna të shëndetshme, siç është kosi natyral ose edhe kanella.